Zoti është shumë i mirë. Po, Zoti është shumë i mirë dhe mirësia e tij vazhdon nga përjetësia në përjetësi. Haleluja. Nga njëherë me këto këngët, vërtet është e rëndësishme që t'jemi edhe ne të kujdesshëm, sepse këngët mund t'jenë shumë të mira, por teksti nga njëherë nuk është shumë biblik. Dhe aty ku fjala e Zotit thotë që ne du t'i flasim maleve, që ato të lëvizin, edhe ne nga njerë themi Zot lëvizi malet. Okay? Edhe ka një dallim midis të thënit Zot lëvizi malet, edhe në anën tjetër Zot më na thotë ti fali malet që të lëviz. Okay? Edhe normalisht që kur ne flasim dhe bëjmë atë çfarë Bibla thotë, Zoti pastaj i lëviz malet, por jo pa hequr përgjegjësinë tonë. Amen. Pra ne duhet të bëjmë atë pjesë që Bibla thotë që ne duhet ta bëjmë, që Perëndia të bëj pjesën e tij. Pra kur ne i flasim malit dhe i themi lëviz, atëherë vetë Jezusi ka thënë që kjo fuqia e besimit do të bëjë që mali në fakt të lëviz. Dhe ne dimë që besimi vjen nga Perëndia. Amen. Haleluja. Por që fjala duhet të dalë nga goja jon, kjo është e pa zëvendësueshme. Absolutisht Perëndia nuk do ta ndryshojë Biblën për ne. Nëse të ka thënë kujdes se çfarë nxjerr nga goja, e ka me gjithë seriozitetin e tij. Okej, Perëndia nuk e ndryshon Biblën për askënd. As teologji nuk e ndryshon për ne, se neve na pëlqen e lehta, por nuk është kjo rruga që Jezusi na ka thirrë që të ecim. A tha që nuk do ecim në rrugën që është e gjerë dhe çon në shkatrim, por në rrugën e ngushtë, në rrugën që është e vështirë, që shumë pak njerëz ecim. Pse ecim pak njerëz në të? Sepse nuk është e lehtë. Se po ishte e lehtë gjithë do ecnin. Dhe nuk është e lehtë për kë, nuk është e lehtë për mishin ton, sepse të ecësh në rrugën e Zotit do thotë të ecësh me kryqin. Edhe shumica e njerëzve, përfshirë edhe të krishterët, nuk e pëlqejnë kryqin. Duan jetën e lehtë, nuk duan që të marrin kryqin e tyre dhe të mohojnë veten, sepse masi e merr kryqin duhet ta mohosh veten. Amen. Nuk është me shku merr kryqin ndiq Jezusin. Jo, merr kryqin, mohoje veten tënde, pastaj hec mbrapa Jezusit. Sepse askush nuk mund të ndjek Jezusin nëse nuk mësohet ta mohoj veten. Sepse të ndjekësh Jezusin do thotë që duhet ti dhe unë të përulemi aq thellë saqë kur ne themi ta mohojmë veten tonë, çfarë jemi duke thënë? Jemi duke thënë që ne po mohojmë gjërat që nuk janë të mira në jetën tonë, se Perëndia nuk thotë të mohosh gjërat që janë të mira, po ato që nuk janë të mira. Dhe shumica e gjërave që nuk janë të mira kanë të bëjnë me krenarin, me egon tonë, me dëshirën që ne të dukemi, me dëshirën që ne të jemi të parë. Dhe kjo është ajo rruga e gabuar që shumica e njerëzve zgjedhin, shumica e njerëzve zgjedhin vetë në tyre para të tjerëve. Këtu përfshihemi edhe ne. Shpeshherë ne bëjmë zgjedhje që mendojmë së pari për të mirën tonë, pastaj mendojmë për të tjerët. Dhe kjo nuk është rruga e Jezusit, se po të kishte menduar Perëndia kështu, na kishte harruar neve se kishte dërguar fare Jezusin. Po Jezusi mendoi për ne, amen. Jezusi për ulje veten, mori trajtën e shërptorit, erdhi dhe u bë si njeri, e kjo tregon shumë për jetën, si thot një autor, jeta e kryq formëzuar, e formuar nga kryqi. Jeta jonë du të ketë formën e kryqit, një farë mënyre, gjithçka në jetën tonë du të ketë formën e një jetë që mbart kryqin e Krishtit. Amen. Haleluja. Pra një jetë e sakrifikuar, një jetë e dhënë në altarin e Perëndisë. Dhe kjo nuk është diçka që e bëjmë një herë në jetë, kjo është diçka ditore. Ne çdo ditë duhet ta mohojmë veten tonë, ne çdo ditë duhet ta kërkojmë Perëndinë. Çdo ditë duhet dëshirojmë që Perëndia të lartësohet në jetën tonë. Është diçka ditore. Marrëdhënia me Zotin është ditore. Nuk është sepse edhe me miqtë tanë më të mirë ne nuk kemi një marrëdhënie ditore. Mund të dëgjohemi ndoshta në telefon, por nuk është diçka siç Bibla e përshkruan, që duhet të jetë marrëdhënia me Perëndin. Me Perëndin jo vetëm ditore, por duhet të jetë frymarrja jonë. Perëndia duhet të jetë vazhdimisht
fokusi i qënjes sonë, sepse, si thot, në të ne jemi, në të ne jetojmë dhe kemi qënjen tonë, thot Pali, në të, në Krishtin. Haleluja. Haleluja. Amen. Kështu që po, e nisa me atë këngën, sepse mendoj që është e rëndësishme që gjithçka që këndojmë duhet të jetë biblikisht e sakt. Jo thjesht e bukur dhe tingëllon, bukur vjen nga një profesionist ose një profesioniste që ndoshta e ka dhe punë me kriju këngë adhurimi. Ne nuk jemi të thirrur thjesht që të bëjmë adhurimin profesion, se adhurimi nuk është profesion, edhe nuk jemi të interesuar për këngë adhurimi që janë bërë thjesht nga profesionist. Ne jemi të interesuar për këngë adhurimi që janë biblike, që kanë bazë biblike, që kur ti e këndon, ti e din që po këndon fjalën e Zotit, ose po këndon diçka që është në përputhje me fjalën e Perëndis. Haleluja! Që adhurimi vërtet ketë kuptimin e plotë, që vërtet po e adhuroj Zotin. Dhe nga njëherë disa nga këngët kanë më shumë tekst unë dhe ne se sa Perëndia vetë. Edhe kjo nuk është një gjë e mirë. Kjo nuk është një gjë e mirë, sepse kënga nuk duhet lartësoj njeriu, po kënga flas adhurimi duhet lartësoj vetëm Perëndin. Vetëm Perëndin. Vetëm Perëndin. Adhurimi ynë duhet lartësoj vetëm Perëndin. Duhet i sjell vetëm atij lavdi. Haleluja. Gjatë këtyre 2 javëve unë kam folur në lidhje me ripërtrirjen e jetës tonë të lutjes. Sa rëndësishme është që neve të kërkojmë që jeta jonë e lutjes të ripërtrihet, sepse është diçka pa të cilën ne nuk mund të ecim në mënyrën e dur me Perëndin. Ka shumë rëndësi jeta jonë e lutjes. Dhe ka shumë rëndësi sepse është diçka që neve shumë lehtë mund të kalojmë në fetarizëm. Pse? Sepse lutja është një aktivitet që ne mund ta mësojmë edhe përmendsh. Ne mund të mësojmë disa frazeologji, edhe ne mund të përsërisim ato, edhe pastaj nuk ka, domethënë, as jetë në këto lutje, nuk ka as nga, le të themi, nuk ka depërtim të frymës në jetën tonë, nuk ka mrekulli, nuk ka gjëra të reja që Zoti po bën, sepse jemi futur në një lloj domethënë jemi futur në një rrugë që është fetarizëm, troç. Është fetarizëm dhe Perëndis nuk i pëlqen fetarizmi. Kritikat më të mëdha Jesu i ka bërë njerëzve fetar, nuk ja ka bërë mëkatarëve. Nëse i shikoni tek ungjit, mëkatarët i ngjiteshin Jezusit. Fetarët ishin ata që e urrenin. Pse? Sepse Jesu tërkohën i korrigjonte fetarët për mënyrën e tyre se si ata kishin kthyer besimin në një tradit, e kishin kthyer besimin në një mënyrë edhe fitimi, e kishin kthyer besimin në diçka që ishte komplet jashtë asaj çfarë Bibla thotë që besimi duhet të jetë. Apo jo? Kështu që është primare për secilin prej nesh që shpesh herë neve duhet t'i kërkojmë Zotit ripërtrirje në jetën tonë të lutjes, në ecjen tonë me Zotin, sepse mund të ngjecim shumë lehtësisht në një tradit, mund të ngjecim në një rutinë, mund të ngjecim në një mënyrë e të luturit, edhe pastaj nuk ka depërtim dhe nuk e shikojmë Zotin që po lëviz në jetën tonë, që po bën diçka të re. Edhe unë besoj që ne vazhdimisht duhet përjetojmë gjëra të reja me Zotin. S'po them tani që çdo 5 minuta dikush do shërohet, ose dikush do shpëtohet, po flas që neve duhet jemi në kontakt me Zotin, që ne dëgjojmë atë duke na folur dhe ne e ndjejmë praninë e tij, e përjetojmë Zotin, edhe kemi një marrëdhënie vërtet të gjallë me Perëndin, dhe pavarësisht gjërave që vijnë në të përditshmën tonë, ne e dimë që ai është me ne dhe që ne jemi në vullnetin e tij dhe që ne jemi të pëlqyer para tij. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse pa këtë gjë ne automatikisht bëhemi thjesht të krishterë fetar, edhe jeta jonë nuk do ketë atë aromën e Krishtit që duhet ta ketë. Një gjë që është shumë e rëndësishme në jetën e lutjes nuk ka të bëjë thjesht me të folurën tonë ndaj Perëndis, nuk ka të bëjë që thjesht po lutem edhe kam një kohë devocioni me Perëndin, por ka të bëjë edhe me mënyrën se si unë e dëgjoj Perëndin. Sepse lutja është një dialog, nuk është një monolog. Shpeshherë kemi dëgjuar këtë, por sa e kemi praktikuar, kjo është një pikpyetje tjetër. Pra, lutja
nuk është vetëm ti duke i folur Zotit, por normali është që edhe ai po të flet ty, sepse Zoti mbi gjitha dëshiron t'i flas secit prej nesh. Si çdo prind i mirë nuk dëshiron thjesht ta dëgjoj fëmin gjithmonë t'i jap kërkesa, por çdo prind i mirë do të investojë te fëmia i tij dhe t'i flas fëmijës, dhe ta mësoj mbi gjitha, ta mësoj që ai të ecë në rrugën e duhur, dhe kjo merr kohë, dhe nëse fëmia nuk dëgjon, atëherë prindi është detyruar që ta ul fëmijën dhe t'i flas, derisa fëmia fillon dhe kupton gjërat që prindi po i thot. Dhe nganjëherë ne çfarë bëjmë, ne i flasim Zotit dhe kur Zoti bëhet gati me na fol, ne ikim, sepse ne kemi shumë punë, ne jemi vipa, ne jemi shumë të zënë, jemi bosa, ne kemi gjithë botën e kena në shpatullat tona. Dhe ky është gabimi që Perëndia është gjithmonë i gatshëm për të na fol, por ne nuk e vendosim veten në pozicion për ta dëgjuar. Dhe gjatë kësaj jave unë kam qenë duke dëgjuar disa mësime dhe mu rikujtua diçka që ne në fakt e kemi pak a shumë lënë pas dore dhe e dëgjova një mësues të Biblës, Andrew Wommack, për ata që duan ta dinë se kush është ky, dhe ai po fliste në lidhje me 4 mënyra se si Zoti na flet. Edhe këto 4 mënyra kishin të bënin, e para kishte të bënte me ndërgjegjen tonë, e dyta kishte të bënte me fjalën e Perëndis, e treta kishte bënte me frymën tonë, edhe e katërta kishte të bënte me anë të frymës shenjtë dhe dhuntive të frymës. Haleluja. Dhe ajo pikë që doja të rikujtoja gjithë secilin prej nesh ka të bëjë me ndërgjegjen tonë, sepse ky është niveli fillestar ku Perëndia flet. Para se të na flas ndoshta përmes Biblës, para se të na flas përmes frymës tonë të rilindur, para se të na flas përmes dhuntive të frymës, ajo çfarë Zoti ka vendosur tek secili prej nesh ndërgjegja jonë. Dhe ndërgjegja është vërtet një ndër elementet, aftësitë e qenies sonë. Disa thonë që është një aftësi e frymës në njeriu, disa thonë që është aftësi e shpirtit ose e mendjes së njeriu. Pavarësisht se a është e mendjes apo e shpirtit, e rëndësishme është që është një aftësi njerëzore që Perëndia ka vendosur brenda nesh për të na sinjalizuar neve për çështje që kanë të bëjnë me karakterin dhe moralin. A është diçka e drejt ose e pa drejt? Domethënë kjo është si ajo peshorja brenda nesh, që është vazhdimisht aktive, por bëhet super aktive kur ti lind sërish, sepse çfarë ndodh, sipas fjalës së Zotit është që Jezusi jo vetëm që na pastron nga mëkatet dhe na bën neve një krijesë të re, por Jezusi bën edhe këtë që e pastron ndërgjegjen tonë, gjaku i Jezusit e pastron ndërgjegjen tonë. Pra këtë aftësi në qenien tonë për të dalluar të mirën nga e keqja, për t'i dhënë një vlerë gjykimit më të saktë në gjërat që neve takojmë për ditë, edhe mos themi disa herë brenda ditës. Pra është një aftësi që Perëndia ta ka dhënë ty dhe mua, që neve duhet jemi shumë të kujdesshëm për këtë aftësi, sepse është diçka që mund të dëmtohet, ndërgjegja është diçka që mund të dëmtohet, ndërgjegja është diçka që edhe mund ta shuash, ndërgjegja është diçka që edhe mund të njolloset, ndërgjegja mund të një farë mënyre mund të prishet plotësisht, saqë ky person që e ka ndërgjegjen, le të themi që për shkak se refuzon ta dëgjoj, arrin në një pikë ku ndërgjegja bëhet jo funksionale edhe është absolutisht shumë e vështirë, pothuajse pamundur që ky person të shpëtohet më, sepse ndërgjegja prishet, është tamam si, le të themi, si një sinjali brendshëm që ty të ndihmon për të besuar tek Perëndia gjithashtu. Sepse është një sinjal i brendshëm që të bën ty dallosh të mirën nga e keqja dhe të vlerësosh çfarë është e duar dhe çfarë nuk është e duar, gjë që vetë Perëndia na mëson dhe përdor Biblën për këtë gjë, për të na mësuar neve, të dallosh të mirën nga e keqja në mënyrë më të drejtë, sepse ndërgjegja normalisht pa ndihmën e Zotit nuk ka atë aftësi për të bërë këtë dallim. Tani, secili prej nesh, ne kemi ndërgjegjen, por ne që kemi pranuar Jezusin, ndërgjegjen e kemi të pastruar.
Kjo nuk do të thotë që ndërgjegja jonë nuk ndotet, sepse në momentin që ti dhe unë bëjmë diçka që është kundër ndërgjegjes sonë, fillon ndotja e ndërgjegjes. Okej? Kështu që sa nga ju jeni të vetëdijshëm që keni një ndërgjegje. Po, sepse nga njerëzit nuk janë as vetëdijshëm për këtë gjë. Por, është diçka që secili prej jush në fakt unë besoj që ky element për shkak se ka qenë pak a shumë më i zgjuar se tek njerëzit jo të krishterë që nuk e duan Zotin, ju ka ndihmuar juve që të vini tek besimi i duhur. Sepse unë mund të dëshmoj që ndërgjegja ime ka qenë shumë e zgjuar edhe para se kam besuar te Krishti. Do thot, pavarësisht që ne gjithë kemi bërë mëkate dhe kemi jetuar në mëkat, ndërgjegja nëse është e gjallë dhe aktive, vazhdimisht të tregon dhe të thotë që ti e gabim. Ti po ecën në rrugën e gabuar. Pavarësisht që ti nuk beson në Zot, por nëse ndërgjegja nuk është bërë me kallo një farë mënyre, ajo është ende aktive, sepse është mënyra se si Zoti të flet. Zoti e përdor ndërgjegjen, këtë element brenda teje, e përdor për të folur ty, për të paralajmëruar ty, për të larguar ty nga rruga e gabuar, dhe ju jeni dëshmitar se sa herë, do shta edhe para se keni besu tek Perëndia, përmes ndërgjegjes, ju, ose një farë ju jeni ndërgjegjësuar për veprimet tuaja kur kanë qenë gabim. Ose edhe jeni gëzuar kur veprimet tuaja kanë qenë mirë, ose kanë qenë në unitet me hyjnoren, me Perëndin. Po s'keni qenë shpëtuar, po ju ka dhënë gëzim sepse keni bërë gjën e duhur. Dhe kjo është mënyra se si ndërgjegja juaj ose e jona funksionon. Domethënë ndërgjegja sjell gëzim kur ti ecën në drejtësi dhe ndërgjegja sjell trishtim kur ti nuk bën ato çfarë është e duhura. Dhe kjo është ende aktive në jetën tonë, por është më e zgjuar tani, nëse ne ndjekim Perëndin, bëhet edhe më e ndjeshme sepse është pastruar. Okej? E keni parasysh le të themi nëse ne kemi një makinë dhe ajo makinë është futur nëpër një rrugë me baltë, atëherë fenerat e parë janë bërë gjithë me baltë. Edhe vërtet i lëshon dritë, po drita nuk shkon shumë larg sepse e ke baltën tek dritat e përparme të makinës. Po në momentin që ti e lan e pastron makinën, atë dritat mund shkojnë shumë më larg, mund shkojnë shumë më larg. E njëjta gjë edhe me ndërgjegjen tonë. Përderisa nuk e kemi Krishtin, ajo nuk është e pastruar. Por funksionon, nuk funksionon shumë mirë, por ama funksionon, e lëshon sinjalin. Por ama mëkati brenda nesh dhe vullneti ynë për të bërë gjën jashtë vullnetit të Zotit, sepse nuk jemi të shpëtuar apo jo, është më i fuqishëm se sinjali që ndërgjegja jote lëshon. Dhe këtë kemi përjetuar gjithë që kemi qenë pa Krishtin, apo jo, e kemi përjetuar në kohën kur kemi jetu pa Krishtin, e kemi përjetuar që ndërgjegja na ka brejt, quhet brejtja e ndërgjegjes. Haleluja, se kjo thënia është edhe në Abigali kur vjen tek Davidi, kur Davidi don që ta vras Nabalin, Abigali i del përpara dhe e pengon Davidin për ta bërë këtë, edhe në fjalimin e saj thot që të mos kesh edhe brejtje të ndërgjegjes, po ta kishte bërë këtë. Do thot që kur ne bëjmë diçka që është jashtë vullnetit të Zotit, normalisht që ndërgjegja do na brej. E do na brej derisa ta rregullojmë atë gjë, okay? Si tha një person që okay, kam bërë këtë gjë, le të themi e kam keq përdorur biçikletën që ma ke dhënë, tani është prishur ajo ose ma kam vjedhur, të lutem më fal, ë? Okej, po unë të fal, por ti du të ma kthesh atë biçikletë tani, ose të blesh një biçikletë tjetër. Se kjo i bie që ta rregullosh gjën siç duhet. Jo thjesht me një fal, më fal, por të përpiqesh të restaurosh atë çfarë ke prishur. Dhe ndërgjegja pikërisht të dënon në pika të tilla, për shembull që ti ke bërë diçka që s'është e duhura,
dhe ti vërtet mund të marrësh falje, po nganjëherë ajo falje nuk mjafton. Prapë ndërgjegjësh thotë ti duhet të restaurosh, ti duhet të kthesh atë çfarë ke marrë, ose çfarë ke vjedh, ose çfarë ke prish, nëse se rregullon do ta blesh një të re thjesht për ta qetësuar ndërgjegjen. Aq e fuqishme është ndërgjegja tek ata që kanë të zgjuar. Amen. Te ata që se kanë zgjuar sa i thotë të fala, faleminderit edhe ik, haroj që më e mira është për të restauruar atë që ndoshta ke prishur ose e ke humbur etj. Tek fjala e Zotit e dini tek letra e Romakëve flitet për gjendjen e rëndë të njerëzve. Tek kapitulli 2 flet edhe për njerëzit të cilët nuk kanë ligjin e Perëndis, do thotë nuk janë hebrejnë, por thotë ata kanë një ligj të shkruar në zemrat e tyre. Te Romakët 2:15 thotë këta tregojnë veprën e ligjit të shkruar në zemrat e tyre për dëshminë që jep ndërgjegja e tyre, sepse mendimet e tyre shfaqsojnë ose dhe akuzojnë njëri tjetrin. Tani këtu flet për disa njerëz të cilët nuk janë rritur me ligjin e Zotit, por kanë ligjin e Zotit një farë me mënyrë se si kanë jetu, ata janë bindur fjalës Zotit edhe pse s'kanë qenë nga hebrejt dhe nga Izraeli dhe s'kan pas. Do thotë dy grupe njerëzish. Ata e kanë pas, një grup ka pas fjalën e Zotit dhe kanë mujt me ndjek, këta s'kan pas fjalën e Zotit, por kanë pas çfarë? Kanë pas ndërgjegjen e tyre të zgjuar dhe kanë me veprën, me jetën e tyre, me mënyrë se kanë jetuar jetën e tyre, duke ndjekur thjesht ndërgjegjen, këtë sinjal që Zoti ka vendosur, mund t'ia kenë kaluar këtyre që kanë pas fjalën e Zotit dhe s'kan bërë atë çfarë fjala e Zotit thotë. Kaq e fuqishme është ndërgjegja. Do thotë unë thjesht po e them këtë sepse kur ne lutemi, ne duam që Zoti na flas. Edhe mënyra fillestare është përmes ndërgjegjes. Këtë dua që ta rikujtojmë secili prej nesh që mos e shuajmë zërin e ndërgjegjes sonë. Se pavarësisht çfarë mendime thotë këtu vinë, mendimet nganjëherë mund të na akuzojnë, mendimet mund të na thonë po ke bë mirë, por ndërgjegja nuk është gjithmonë në sinkron me mendimet. Sa herë ju ka ndodhur që keni bërë diçka që është e gabuar, okay? Po ju keni menduar që është e duhur. Ja, gjithë. Dhe e vetmja gjë që në fund fare ju ka thënë që ajo ka qenë e gabuar, ka qenë ndërgjegja. Sepse ju e keni bërë atë gjë, ose për shembull, keni dëgjuar të thënien që shumë shpesh herë përmend në Shqipëri. Bëj si bën tjerët më? Bëj si bën gjithë për shembull. Bëj si bën gjithë. Bëj si bën tjerët. Kjo është një shprehje që ne dëgjojmë dhe shumë njerëz bëjnë kështu. Dhe pavarësisht që ti do të bësh si bëjnë të tjerët, prapë ndërgjegja s'të lën. Edhe ti ndoshta shkon në shtëpi, edhe ndoshta i thua atij personi, mirë, edhe unë do e bëj ashtu. Po duke shkuar në shtëpi, fillon ndërgjegja të brenë, po se bëj dot. Edhe kthehesh prapë nesërmen, i thua atij person, vjen kesh nuk e bëj dot, gjej dikë tjetër. Pse? Sepse ndërgjegja është e zgjuar dhe ndërgjegja nuk të lë ty që të bësh atë gjën e gabuar. Pavarësisht që me mendime ndoshta kolegët kanë mbindur ty, gjithë e bëjnë, le ta bëjmë edhe ne, ose shoqja e ngushtë të ka bindur që bëjmë se s'është ndaj problema që i madh, ai se Zoti të fal. Akoma pa e bën një gjë të keqe, ai Zoti të fal. E fut edhe një thënie kështu të besimit, okay? Domethënë edhe ti ndoshta ose edhe unë, gjithë ne kemi rënë pre e këtyre gënjeshtrave. Sa kemi rënë pre e këtyre gënjeshtrave? Që njerëz na kanë thonë, s'ka gjë se Zoti nuk mërzitet për një gjë kaq të vogël, edhe e kemi bër, pastaj kur jemi lutur, kur e kemi kërkuar Zotin, atëherë prap sinjali i ndërgjegjes s'ka. Automatikisht ndërgjegja që Zoti ka vendosur brenda teje do të thotë kjo është gabim. 1 milion njerëz të thonë që s'është, Zoti thotë është, edhe u kry puna. Prandaj, Perëndia dëshiron që ne të mos e injorojmë, të mos e ulim zërin e këtij sinjali që e ka vendosur brenda nesh. Para se ti shkon te fjala, para se ti shkon tek fryma e shenjtë, para se ti shkon edhe brenda frymës tënde duke kërkuar të vërtetën, thjesht dëgjoje këtë sinjal.
dëgjoj këtë sinjal. Sepse nëse ti nuk ke paqe në zemrën tënde, kjo është një nga shenja që ndërgjegja jote nuk është rehat me këtë gjë dhe ti patjetër duhet bësh diçka ose duhet ta kalosh edhe një herë këtë pyetje para Zotit, Zot, s'po ndjem rehat. Zot, nuk jam mirë me këtë gjë, s'jam mirë me këtë vendim, nuk jam mirë me këtë gjë që kam bërë, edhe pse gjithë më mbështesin, po unë nuk ndjem rehat. Edhe Zoti pastaj do të jep zbulesën. Konfirmimi përmes ndërgjegjes, po gjithashtu do të jap edhe zbulesën që po ke të drejtë je duke ndjer brenda vetes tënde në ndërgjegjes tënde që kjo është e gabuar dhe mos e bëj më, ose nëse të jepet mundësia e radhës thuj jo. Se lavdi Zot ne besojmë te një Perëndi që fal, amen. Ne nuk besojmë te një Zot që kemi gabuar dhe thot hajde mirupafshim tani shihemi në botën tjetër. Jo, ne besojmë te një Perëndi që fal, por Perëndia dëshiron që ato sinjale që ka vendosur në jetën tonë që ato të vijnë në punë, të vijnë në funksion, se nuk janë kot aty dhe shpesh herë mund të jetë nganjëherë jetë o vdekje dëgjimi i ndërgjegjes. Sepse në rast se ne nuk e dëgjojmë, ne mund të hapsojmë shumë keq, por në rast se e dëgjojmë, ne mund të shpëtojmë. Jo vetëm veten tonë, por ne mund të shpëtojmë edhe njerëzit me të cilët ne kemi të bëjmë në atë rast ose me vendime që ne mund t'i marrim, ne mund t'i shpëtojmë njerëzit tjerë sepse dëgjojmë ndërgjegjen tonë. Tani do të shikojmë në Bibël ka goxha raste që flasin për ndërgjegjen, por le të shikojmë disa vargje. Okej, te Hebrejt 9. Hebrejt 9 vargu 14 thot: Aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së shenjtë e dha vetën e tij të papëlyer dhe nga asnjë faj ndaj Perëndis, do të pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për t'i shërbyer Perëndis gjallë. Ktu e shikojmë që gjaku i Jezusit pastron ndërgjegjen tonë. Gjaku i Jezusit pastron ndërgjegjen tonë. Kështu që edhe nëse ju keni shkelur ndërgjegjen tuaj gjatë kohës që jeni besimtar, s'po thot vetëm për jo besimtar tu, po gjatë kohës që ju keni filluar të besoni te Krishti, prap ju keni nevojë që gjaku i Jezusit pastrojë ndërgjegjen tuaj, sepse e thash që edhe si krishter, ti dhe unë mundemi ta shuajmë zërin e ndërgjegjes me vendimet gabuara. Marrim një vendim sot, është sikur i vendos një stres ndërgjegjes tënde. Merr një vendim negativ nesër, i vendos një stres tjetër. E keni parasysh për shembull për ata që i bin kitarës, le të themi, te këto gishtat përpara krijohet një kallo. Me përdorime te kjo është normale. Po te këto ti mund të marrësh edhe gjilpërën edhe e prek edhe nuk të bën shumë përshtypje sepse është krijuar kalloja. Nga goditja tërkohën, goditja, edhe krijohet një kallo edhe më s'ke ndjesi. Nuk ke ndjesi më te kjo pjesa e kallos. Ashtu është edhe me ndërgjegjen. Sa më shumë që ti e shtyp ndërgjegjen, krijohet një stres te kallos dhe më s'ka ndjesi. Kur ti bën gjëra që janë kundër ndërgjegjes, ajo nuk funksionon. Nuk ka sinjal, nuk po jep sinjal. Edhe neve këtë duhet kemi kujdes, sepse në momentin që ti e dëgjon që ndërgjegja jote, po thot kjo është gabim, atëherë duhet shkosh te Krishti. Zot, pastroje ndërgjegjen time. Jo, e mora vesh. Jo, se do ta bësh prap një të gjë. Ti duhet ta mbash ndërgjegjen vazhdimisht të pastër. Është si trupi yt. Duhet ta mbash trupin të pastër. Nuk mundesh të shkosh me trup të papastër, të shkosh në punë do të vi era, të shkosh në shkollë do të vi era, të rjesh me shoqërinë do të vi era. Kështu që duhet automatikisht kujdesesh për trupin tënd. Ashtu është edhe ndërgjegja. Ndërgjegja është diçka që duhet vazhdimisht ta pastrosh me gjakun e Krishtit. Pra, në marrëdhënie me Jezusin pastrohet ndërgjegja. Jo vetvetiu. Dhe ajo çfarë bën dallimin se si ndërgjegja punon, është që ndërgjegja të krijon bindje, jo thjesht dënim. Është djalli ai që na dënon, por Perëndia na bind neve dhe ndërgjegja e ka atë sistemin bindës që të bind ty kur të flet. Të thotë që kjo është mirë, kjo është gabim. Këtë bën ndërgjegja, është si ajo peshorja brenda njeriu ton përbrendshëm. Është peshore hyjnore, është dhënë nga Perëndia, është diçka që nuk duhet ta neglizhosh. Edhe jam i sigurt që në çdo vendim që ti merr, gjëja e parë që duhet të peshosh mas parë është çfarë po ndjen.
Okay? Çfarë po ndjen? Por gjithmonë në këtë që thash, që ndërgjegjen duhet vazhdimisht ta çosh te Krishti për pastrim. Gjithmonë, vazhdimisht. Sepse ndërgjegja nuk është një udhëzues plotësisht i besueshëm në dëgjimin e zërit të Zotit, por nuk duhet ta injorojmë, këtë po them. Nuk duhet ta shkelim ndërgjegjen tonë. Sepse çdo herë që ne bëjmë që shkelim ndërgjegjen tonë, ne vendosim një shtresë pa ndjeshmërie në atë sinjal që Perëndia ka vendosur për ne, për ndihmën tonë. Haleluja. Dhe te letra e parë e Timoteut te kapitulli 4, nga vargu 1 deri në 3, këtu Pali flet që disa njerëz duke bërë pikërisht këtë që e vendosin një shtresë pa ndjeshmërie, pas një shtresë tjetër, pas një çfarë ndodh me këta? Te 1 Timoteu 4 lexojmë nga vargu 1 deri në 3, thotë dhe fryma e thotë shkoqur që në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin. Pra, këto kanë qenë njerëz të cilët edhe kanë besuar, por kanë arritur aq është damkosur në një farë mënyre ajo ndërgjegja e tyre saqë kanë arritur dhe kanë mohuar Zotin. Se normalisht sepse çfarë është mohimi i Zotit, është që ti mund të thuash që unë besoj, por me vepra e mohon. Dhe kjo është e mohon Zotin, se a nuk tha Jesi që në ditët e fundit do ketë njerëz do i thonë Zot, Zot, a nuk kemi bërë ne shenja dhe mrekullinë në emrin tënd, dhe ai thotë nuk ju njoh juve, nuk ju njoh fare. Do thotë nuk janë shenja dhe mrekullit ato që tregojnë që ne po besojmë tek Perëndia, edhe pse ato janë gjëra të mrekullueshme, por është një zemër e pastër, një zemër që ka ndërgjegjen e pastër me gjakun e Krishtit. Është ajo që neve na bën Krishtit na njoh dhe ne e njohim atë. Amen? Haleluja. Dhe këtu thotë që këto njerëz e mohojnë besimin, i vën veshin frymave gënjeshtare, doktrinave të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, dhe thotë të damkosur në ndërgjegjen e tyre. Këto janë njerëz të damkosur ku në ndërgjegje, të cilët pastaj çfarë bëjnë, ndalojnë martesën, urdhrojnë të mos hajmë ushqimet që Perëndia ka krijuar, etj etj. Dhe në një përkthim tjetër te Bibla Pro thotë që këto janë njerëz që me anë të shtirjes flasin rrejshëm. Këto rrejnë tërkohën dhe thotë e kanë të përdjegur ndërgjegjen e vet. E kanë pjek një farë mënyrë ndërgjegjen e vet, saqë mos kanë ndjenja aty. Kjo është piktura që fjala e Zotit jep. Edhe në një fjalor që po shikoja, kjo fjala damkosur ose përdjegur ishte të vendosësh një vul me një hekur të nxehtë. Dhe ky hekur i nxehtë çfarë bën? Shkatron ato fijet nervore që në fakt japin sinjal. Për shembull, ti e vendos dorën pa le themi, vendos dorën te diçka e nxehtë, edhe nga fijet nervore vjen sinjali në tru dhe thot hiqe dorën. Nuk është që dora vetvetiu largohet, po vjen sinjali. Edhe çfarë po thot këtu është që nga ky hekur i nxehtë që vjen mbi ndërgjegjen e këtyre personave, digjen sinjalet. Nuk vjen mos sinjali fare me të thonë ty që ti e gabim, ose sinjali që ti e mirë, ti e në rregull, sepse sinjalet janë nga të dyja anët vinë. Vjen knatësia, vjen edhe kujdesi që stop. Po nuk është vetëm një ndjesi. Vijnë të dyja ndjesit, se është peshorja. Kur bën mirë, të jep atë ndjesinë e mirë ndërgjegja, ti ndjesh i lumtur. Sa nga ju keni bërë, le të themi, keni bërë gjëra të mira, s'keni qenë besimtar, keni qenë jo besimtar, keni bërë gjëra të mira dhe jeni ndjesh shumë të lumtur. Ja, kjo ka qenë ndërgjegja që ka çliru sinjalin pozitiv brenda jush, ka thonë ti bëre diçka. Sepse normalisht Perëndia gëzohet për çdo njeri, edhe që është jo besimtar, por që bën të mirën, Perëndia gëzohet. Perëndia nuk i shikon njerëz jo besimtarë gëzohen me ty, ti je besimtar. Nganjëherë me besimtarët mund të jetë i zemruar apo jo? Sepse s'po bëjmë vullnetin e tij, apo jo? A kam një dëshmitar këto që kjo është e vërtetë? Kështu që Perëndia është gjithmonë i gëzuar për të mirën që kushdo e bën, edhe Perëndis nuk i pëlqen e keqja që kushdo e bën, i besimtar ose jo besimtar.
sepse Perëndia është i mirë dhe natyra e tij është e mirë. Kështu që ai pret nga krijesa e tij të reflektojë karakterin dhe natyrën e vet. Kështu që unë dua thjesht të inkurajoj secilin prej nesh që le të mos e lejojmë këtë hekurën e nxehtë të bie mbi ndërgjegjen tonë. Mos e lejojmë këtë gjë negative të bie mbi ndërgjegjen tonë, duke mos qenë të vëmendshëm çfarë ndërgjegje apo na flet. Edhe këtë çdo ditë neve duhet jemi alert ndaj ndërgjegjes. Jo çfarë po thot për shembull në një diskutim e tjetër çfarë po më thot, çfarë më tha. Jo, shikoni nga brenda, mos shikoni nga jashtë. E tham edhe një herë, edhe Bibla e përforcon që armiku ynë nuk është mishi dhe gjaku, nuk janë njerëzit, janë frymrat. Këtu damkosjen e ndërgjegjes e lidh me mësimin e demonëve, flet për botën frymërore, okay? Sepse ne kemi një botë frymërore që na rrethon, edhe ajo është më se e zgjuar për të damkosur ndërgjegjen tonë, për të shuar të sinjal që Zoti ka vendosur brenda nesh. Si? Duke na e bërë rafsh kur ne bëjmë gjëra që janë të mira. Ajme s'ka gjë, edhe ato të krishterë të tjere bëjnë. Nuk e di për ju, por kur unë flas tani si besimtar, kur kam bërë gjëra që s'kan qenë në vullnetin e Zotit, ndërgjegja më ka brejt për një kohë shumë të gjatë. Jo për një 5 minutësh, po edhe pse jam lutur, i kam kërku Zotit falje, okay? Prap ndërgjegja është sikur të ka ngel një goditje aty, ka ngel diçka që s'është e mirë. Edhe unë e falenderoj Zotin për pushtetin e ndërgjegjes. Sepse nuk e di se sa të këqija ne mund të kishim bërë, flas edhe si besimtar, nëse nuk do e dëgjonim ndërgjegjen tonë tani që është pastruar dhe çliron sinjale edhe më të mira. Edhe është mirë, unë mendoj, unë nuk po flas për dënes, po thjesht sinjal që hej, nuk është e mira e që ke bërë. E kemi parasysh le themi kur Davidi kur është shkelje me Batshebën, në gjithë Biblën, domethënë, unë do prisja që aty Perëndia do shpërthente. E kupton, do bënte diçka, pau. Edhe aty në shkrimet thuhet që dhe Perëndis nuk i pëlqeu kjo gjë. Nuk i pëlqeu kjo gjë. Po tisha unë Perëndia, I would be furious, angry, domethënë, shumë i zemruar, do të nxjerrja një emocion tjetër. Po thjesht nuk i pëlqeu. Por a e dini që pikrisht ndërgjegja jon e çliron këtë lloj ndjesie, nuk më pëlqen. Edhe nganjëherë kjo është më e vështirë me hek, se sa me thonë jam i zemruar me ty, edhe haj se të kalon pas 5 minutash. Po kur diçka s'të pëlqen, është sikur të ri aty se ka pëlqy. Nuk e di a ju ka ndodhur juve, por është një dhimbje shumë e keqe kur dikush nuk na pëlqen. Dikush mund jetë i zemruar me neve, dikush edhe mund na shajë, edhe mund na thotë fjalë edhe hajt më s'ka. Po kur dikush thotë se pëlqej një person ose s'pëlqej mënyrë se si di, kjo ndikon shumë ma thellë. Edhe unë besoj që ndërgjegja jone ka këtë lloj sinjali që mund të çliroj brenda nesh që nuk e pëlqej këtë gjë që po bën, ose e pëlqej shumë, vazhdo bëje. Haleluja, vazhdo bëje, ose tamam të jepat mbështetjen e fortë që atë çfarë po bën është e pëlqyeshme në sytë Zotit. Haleluja. Haleluja. Kështu që ne nuk duam që ndërgjegja jonë të digjet, qoftë as në sipërfaqe, nuk duam që ajo të përcëllohet, nuk duam që të kemi një damk, ne nuk duam që të vulosemi në ndërgjegjen tonë, po ne duam që ndërgjegja jonë të jetë e butë, pa kallo, haleluja. Ne duam që ndërgjegja jonë në momentin që ndodh diçka t'i çliroj sinjalet. Mos ketë asnjë pengesë me nervat. Flas nervat frymëror tani. Që t'i çliroj ato fijet nervore t'jen aq të buta që menjëherë çliron sinjalin që jo e mos shko, sepse ndërgjegja unë besoj nuk është diçka që të thot vetëm është mirë ose keq, por ndërgjegja edhe të paralajmëron biles, mund të jep si sinjal që ti nuk ndjesh rehat, jo, as mos shko deri atje. Jo kur ti e bën e pastaj e gjykon. Jo, ndërgjegja mund edhe të paralajmëroj, të thotë që bëje këtë gjë. Për shembull, në një rast javën që shkoj, unë kundërshtova një person
që edhe ai ishte besimtar, po thjesht e kundërshtova në një gjë që ai tha. Dhe për momentin nuk e keni idenë se si u ndjeva brenda, domethënë nuk u ndjeva se themi rehatit plot, por ama e ndjeva para se e bëra veprimin, e ndjeva që duhet ta bëj dhe nëse nuk e bëj, është sikur do bëj diçka që s'është e mirë. Edhe e kundërshtova atë person. Dhe pastaj ula dhe po përpiqesha të qetësohesh tani. Domethënë e bëra atë sepse nuk mund të mos e bëja, por pastaj po përpiqesha të qetësoja, po mendoja, po prap e dija që brenda vetë kisha bërë diçka sepse ndërgjegja, nganjëherë emocionet, për shembull emocionet, nëse je një person që je introvert dhe ke vështirësi kundërshtu tjerët, emocionet e tua mund të jenë kundër ndërgjegjes tënde. Edhe pse ndërgjegja thotë bëje, po emocionet e tua mund të kthehen, e thonë jo, mos fol ashtu mos është natyra jote. Dhe pastaj disa njerëz erdhën, pasi që kisha bërë këtë, disa të krishterë erdhën, thonë sa mirë që e the këtë gjë. Edhe një tjetër erdhi më tha, kur ti fole, tha, e ndjeva autoritetin e Zotit. Okej? Do thotë që nga jashtë mund të duket që ti po shpërthen, por ndërgjegja jote thjesht nuk të lë rahat, ti duhet të bësh diçka. Tash po flasim në raste kur ti shikon le të themi një padrejtësi, edhe ndërgjegja jote nuk lë rahat, thjesht me kështu, hajde vazhdoni bëjeni. Jo, nuk mundesh. Ti diçka brenda teje, nëse është ndërgjegja e gjallë, edhe është e pastër, ti patjetër ke më thon diçka, ti smush me nejt ignorant aty edhe vetëm këqyr tjerë duke shkel tjerët. Haleluja. Kështu që është një gjë shumë e mirë që Zoti na ka dhënë, por edhe ne duhet dim të kujdesemi, ne duhet dim që të mbajmë ndërgjegjen siç duhet. Amen. Edhe sepse duam ta dëgjojmë zërin e Zotit. Ne duam që të marrim vendime që i japim atij lavdi. Kështu që çfarë ne mund të bëjmë, si thot Andrew Wommack, thot, merrni një vendim që do bëni çmos që të jetoni një jetë ku nuk do bëni qëllimisht gabime. Do ta lexoj edhe një herë, se më pëlqen shumë. Merrni një vendim që të bëni çmos që të jetoni një jetë ku nuk do të bëni qëllimisht gabime. Haleluja. Haleluja. Disa nga vargjet që më kanë pëlqyer në lidhje me këtë është tek apostulli Paul. Mund të marrim një varg këtu te Veprat e Apostujve 24, vargu 16. Edhe nëse shikoni te ky varg, thjesht mënyra se si Pauli jeton. Te Veprat e Apostujve 24:16 thotë, prandaj thot Pauli, unë përpiqem të kem vazhdimisht një ndërgjegje të paqortueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Unë përpiqem, pra kjo është ajo pjesa që ti, kjo është pjesa jote, ti dhe unë duhet përpiqemi, që të kemi vazhdimisht, jo një herë në muaj, vazhdimisht, është një gjendje e vazhdueshme në jetën tonë, që duam të kemi një ndërgjegje të paqortueshme përpara Perëndisë dhe përpara njerëzve. Pse? Sepse ndërgjegja nuk punon vetëm kur kemi të bëjmë me njerëzit, po punon edhe kur ke të bësh me Perëndin. Okej? Sepse ti ke një marrëdhënie, po flasim tani për lutjen, edhe ne duam që gjatë kohës që ne lutemi, Zoti e prek ndërgjegjen tonë. Zoti na flet përmes ndërgjegjes sonë. Po nganjëherë nëse ju ka ndodhur që të ballafaqoheni me njerëzit, edhe njerëzit mund ta prekin ndërgjegjen tuaj. Si? Me anë të pyetjeve. A nuk ju ka ndodhur që disa njerëz ju kanë vënë në pozitë shumë të sikletshme vetëm me pyetje që ju kanë bërë? Që kanë të bëjnë me një situatë në punë, kanë të bëjnë me një bisedë që keni bërë me një tjetër, edhe thjesht duke ju bërë pyetje, e kanë nxjerrë në pa ndërgjegjen. Okej? Dhe Biblia e thot biles këtë, që pyetjet që njerëzit mund t'i bëjnë njëri tjetrit, zbulojnë ndërgjegjen e njëri tjetrit. Edhe me anë të pyetjeve, ne mund të marrim vendime pozitive për ndërgjegjen ose negative. Por këtu e shikojmë që Pauli thotë që unë vazhdimisht përpiqem që të kem një ndërgjegje të paqortueshme. Tek letra e Korintasve ka shumë pjesë që flasin për ndërgjegjen.
për shembull, kur ka të bëj për shembull me ushqimet që kanë të bëj me idhujt, në kohën e palit, normalisht njerëzit kishin shumë idhuj dhe i sakrifikonin kafshët këtyre idhujve dhe një pjesë të mishit e sillnin në shtëpi dhe pastaj e hanin atë pjesë të mishit. Edhe pali thotë që duhet kemi shumë kujdes, apo jo, që kur na ftojnë njerëzit edhe festojnë Zotin e tyre, atëherë ne duhet kemi kujdes çka po hajna, sepse nëse ajo është dhënë ose ajo prezanton një ushqim që i dedikohet një Zoti tjetër, ti nuk mund ta hash. Okej? Ne mund ta hajmë, thot pali, po për shkak të ndërgjegjes jo tonën, po të tjerëve ne s'duhet ta hajmë. Sa e zgju kjo punë. Sepse gjatë gjithë kohës pali po thot një farë mënyre që hey, nëse ndërgjegja s'është e zgjum, aja s'mund me ardhur te Krishti një farë mënyre sepse s'po i punon sinjali kryesor për me dëgju Zotin. Nëse shikoni është pjesat e 1 Korintasve 10, 27 deri 29, pra nuk kam kohë me shku në çdo gjë këtu, por thjesht kjo është situata, thot, nëse ndonjë jo besimtar ju fton dhe ju doni të shkoni, hani çdo gjë që t'ju vjet përpara, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes, sepse në momentin që ti fillon me bë pyetje, zgjohet ndërgjegja. Okej? Kështu që ti si besimtar të ka ftu dikush me hongër, edhe thot mos bë pyetje në lidhje me ushqimin. Por thot, në qoftë se dikush ju thot, kjo është nga flim idhujsh, pra kjo është për një Zot tjetër, se ju ka ftu, le të themi jo besimtar, thot shumë qartë, ju ka ftu një jo besimtar. Kjo është nga flim idhujsh, thot mos hani. Për atë që ju paralajmëroj dhe për shkak të ndërgjegjes. Do të thonë mos hani kur nëse ai thotë kjo është për mishi i idhujve, a thotë mos hani. Për shkak të ndërgjegjes. Dhe pastaj më poshtë vargu 29 thotë dhe them ndërgjegje, por jo tëndën, por të tjetrit. Sepse përse gjykohet liria ime nga ndërgjegja e një tjetri. Pra, çfarë po thotë? Po thotë që unë do refuzoj të haj këtë ushqim, jo për shkakun tim, po për shkakun e ndërgjegjës së tij. Sepse kur ai refuzon, pastaj ky tjetri në ndërgjegje do preke, do thotë, pse refuzon ti? Edhe ai do thotë, sepse Zoti më dalon të ha ushqim idhujsh. Edhe kjo është një gjë negative, a? Kështu që e zgjon ndërgjegjen e tjetrit me anë të një pyetje, e zgjon ndërgjegjen e tjetrit që ai ta kuptojë që po bën diçka që s'është e pëlqyeshme në sytë e Zotit. Tani edhe një herë dua thjesht të rikujtoj secilin prej nesh që nëse ne duam që Zotit na flas, edhe ne e anashkalojmë zërin e ndërgjegjes, atë ne po bëjmë diçka që po punojmë kundra vetes sonë në farë mënyre. Duhet lejojmë ndërgjegjen të jetë vazhdimisht e pastër, duhet sigurohemi që të kërkojmë që ndërgjegja jonë të jetë e pastër dhe duhet punojmë që ta ruajmë këtë, domethënë mos i vendosim shtresa mbi duke bërë vendime që ndërgjegja jonë thotë jo. Edhe Zoti nuk është i kënaqur me vendimet që ne marrim. Ndoshta ti këtë javë mund të kesh pasur situata ku ndërgjegja jote ka lëshu sinjal edhe ti thjesht e ke shtyr sepse ne mund ta bëjmë këtë gjë. Ne mund ta anashkalojmë sinjalin e ndërgjegjes. Prandaj edhe Bibla flet që duhet jemi përkushtuar që të ruajmë ndërgjegjen në nivelin që duhet të jetë. Nëse e ke bërë këtë, mund t'i kërkosh Zotit falje e të kërkosh që ai të pastrojë ndërgjegjen tënde me gjakun e Jezusit nga vendimi ose vendimet e gabuara që ti mund të kesh marrë, ose veprimet e gabuara që ti ke bërë, ose fjalët e gabuara që ti ke thënë. Pra, krejmë se në çfarë ke bërë dhe se si ke ecur gjatë kësaj jave. Por nëse ndërgjegja jote ka çliruar sinjale, ka prekur ato fijet nervore, shpirtërore, dhe të ka thënë s'është mirë. Domethënë nëse flas troç, nëse të brej ndërgjegja është gjë e mirë. Nëse s'të brej ndërgjegja është gjë shumë e keqe. Ne do të thosh Zot, çfarë jam të bo? A më është damkosur kaq shumë ndërgjegja sa s'po dëgjoj mo? A është njollosur kaq shumë ndërgjegja ime sa s'po marr vesh mo kur bëj gabim dhe kur bëj mirë? Ë? Kështu që brejtja e ndërgjegjes është gjë shumë e mirë. Por nuk duhet ngecim këto. Duhet shkojmë te Jezusi. Zot, pastroj ndërgjegjen time.
Zot, pastroj me gjakun të ndërgjegjen time. Haleluja. Lavdi Zot që këtu s'ka njerëz të tillë, po I flas dikujt jashtë këtu në internet që po na dëgjon. Por nëse ka një të sinqertë në mesin ton, atëherë ky mesazh është vërtet për ty, për secilin prej nesh që të mos e shuajmë këtë sinjal të mrekullueshëm që Perëndia ka vendosur brenda nesh. Brenda nesh. Okej, le të ngrihemi në këmbë, ta falenderojmë Zotin. Dhe nëse je në këtë pozicion ku ke bërë lojra me ndërgjegjen tënde, edhe ke menduar që hajt mos e do më kaloj kjo ndjesi. Nuk kalon ndjesia. Ajo do qëndroj aty, flas për neve të krishterët. Ajo do qëndroj aty, ndjesia e mospëlqimit, do qëndroj aty derisa ne të pendohemi, dhe të kërkojmë Jezusin që të pastroj me gjakun e Tij ndërgjegjen tonë nga veprat e vdekura, se këto janë veprat vdekura, kur bën diçka jashtë vullnetit Perëndis. Këto janë vepra pa vlerë, janë vepra që s'kan, se ti mund të bësh vepra të mira, por që ushqejnë egon tënde, dhe kjo është mëkat, po ashtu. Ti bën vepra të mira për interes, sepse do të përfitosh, edhe kjo është gjë e keqe. Krejt këto janë vepra të vdekura, edhe njollosin, e damkosin një farë mënyre ndërgjegjen tonë, dhe ne duhet të kemi kujdes nga ky hekur I nxehtë që përpiqet të na prish këtë sinjal të mrekullueshëm, këtë aftësi të mrekullueshme që Perëndia ka vendosur brenda qenies sonë. Le të lutemi, haleluja. Haleluja, Ati dashur të falenderojmë në emrin e Jezusit. Ne të falenderojmë Ty, o Zot, për ndërgjegjen që Ti ke vendosur brenda nesh, o Zot. Dhe di, o Zot, ka shumë njerëz, ka shumë njerëz që kanë ndërgjegjen tashmë, o Zot, të shtypur në Shqipëri, o Zot, sepse bëjnë kompromis dhe janë të detyruar të bëjnë kompromis në shumë gjëra, o Zot. Absolutisht shumë gjëra, o Zot, njerëzit bëjnë kompromis sepse janë detyruar nga varfëria, janë detyruar nga sistemi, janë të detyruar ndoshta nga familjet, po Zot, edhe vërtet ndjej keqardhje, Zot, për shumë prej këtyre, Zot. Por Ti, Zot, na njeh neve që besojmë te Ti, Zot, kjo nuk është pjesa jonë, Zot, kjo nuk është trashëgimia jonë, Zot. Ti ke një rrugdalje, Zot, sa herë që ndërgjegja jonë çliron sinjalet, o Zot, Ti ke një rrugdalje po ashtu, nuk është kjo një rrugë pa kthim, o Zot. Ndaj të falenderoj, o Zot, për secilin prej nesh këtu, o Zot, dhe nëse këtë javë ose këtë kohë, Zot, ndërgjegja jonë ka brejtur, o Zot, për ndonjë vendim ose vendime ose veprime ose fjalë, Zot, të lutem, na fal dhe pastroj ndërgjegjen tonë, o Zot. Pastroj ndërgjegjen tonë që ky sinjal të jetë I qartë, o Zot, prej Teje, o Zot. Që ky sinjal, o Zot, funksionoj vazhdimisht, o Zot, ashtu si Pali thot, përpiqem vazhdimisht që të kemi një ndërgjegje të paqortueshme para Perëndisë dhe para njerëzve. Zot, faleminderit që ke vendosur ndërgjegjen brenda nesh, o Zot, që edhe kur ndoshta se njohim Biblën aq mirë dhe kur se njohim, o Zot, frymën tënde aq mirë, prapë, o Zot, Ti nuk na ke lënë pa asnjë gjë, o Zot. Ti ke vendosur brenda nesh këtë sinjal të mrekullueshëm, këtë aftësi të mrekullueshme. Edhe lutem për gjithë secilin prej nesh, o Zot, që nëse jemi në pozitë të tillë ku e kemi bërë, o Zot, këtë ndërgjegje plot me shtresa, pa ndjeshmëri, o Zot, e kemi mbuluar, o Zot, që të pendohemi, o Zot, dhe të kërkojmë pastrim me gjakun e Jezusit. Nga çdo gjë që ka bërë të pandjeshëm, o Zot, ndërgjegjen tonë, o Zot, që ne sërish, o Zot, mund të kemi një ndërgjegje të pastër, të pastruar, o Zot, dhe të paqortueshme para Teje, o Zot, që s'ka asnjë mbulesë të ndërgjegja jonë, gjithçka është e hapur dhe e pastër para Teje, o Zot. Faleminderit që Ti je Perëndi I mirë dhe I mëshirshëm dhe na fal mëkatet tona, o Zot, dhe Ti je shumë I madh, o Zot, Ti je përtej çfarë mendja jonë mund ta imagjinoj, o Zot. Vërtet lutem, o Zot, për qartësi, o Zot, që jeta jonë e lutjes të ripërtrihet dhe ne dëgjojmë, o Zot, sërish kur Ti na flet përmes ndërgjegjes. Haleluja. Po, o Zot, dhe nuk ka dënim, o Zot, në Ty, o Zot, dhe refuzojmë çdo gjë që djalli përpiqet të sjellë për të na dënuar dhe të na bëjë neve të ndjehemi të dënuar. Jo, ne nuk jemi të dënuar. Ne jemi të bindur nga fryma e shenjtë. Ne bindemi nga fryma e shenjtë. Ne nuk dënohemi nga fryma e shenjtë.
ne bindemi dhe ne refuzojmë çfarë do lloj dënese që djalli përpiqet të vendosë tek ne, në emrin e Jezusit. Ne besojmë që Fryma e Shenjtë është ndihmuesi ynë. Është ai që na përkrah sa herë që ne duam të bëjmë atë çfarë është e drejtë, atë çfarë është e mirë, atë çfarë është me famë të mirë, atë çfarë është e ndershme, atë çfarë është e pastër, atë çfarë është e shenjtë. Po Zot, faleminderit Frymë e Shenjtë që na ndihmon. Haleluja në këtë drejtim sot. Haleluja. Ne të bekojmë dhe të falenderojmë ty. Në emrin e Jezusit. Dhe gjithë thanë, amen, amen.